Mirela Milori u njoh me lajmet kryesore. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaron se demokratët do të nisin tubimet e përnaçme përpara kryeministrisë në foltorin e radhës qytetin e Manzës. Berisha hodhi akuza ndaj mazhorancës për blerjen e votave. Është diagnostikuar rasti i parë me fruth në Shqipëri. Fëmia ka ardhur nga Anglia dhe ishte i pavaksinuar ndaj fruthit. Rasti është duke u trajtuar në shërbimin e pediatrisë infektive. Moneda europiane këmbet me 96.5 lek, niveli më i ulët në tregun venda. Sipas agjentëve të këmbimit valutor, në ditët e fundit në treg ka ofertë të shtuar të valutës së huaj. Një hetim i New York Timesit zbulon se si një studente nga Kosova u mashtruar përmes programit amerikan të vizave, asaj ishte premtuar një përvojë kulturore kundrejt $2.000, por përfundoi duke kryer punë të rënda fizike. Në një letër dërguar Albin Kurti, 2 kongresistë amerikanë kanë konfirmuar se mbështetja e Shteteve të Bashkuara për Kosovën mbetet e fortë dhe e palëkundur. Me urdhër të Donald Trump, ushtria amerikane ka kryer një seri bombardimesh në Nigeri. Në shënjestër kanë qenë militantët e Shtetit Islamik. Nisi me lajmet nga Manza, ku zhvilloi foltorin e radhës, Sali Berisha bëri thirrje për protestat të qëndrueshme përpara kryeministrisë. Sipas kreut Partisë Demokratike, protestat duhet të zhvillohen çdo natë, deri në largimin e Edi Ramës. Në vijim të foltoreve që organizon në qytete të ndryshme të vendit, Sali Berisha u ndal këtë të premten në qytetin e Manzës. Në ky takim me demokratët, Berisha ju rikthye arsyeve të humbjes së Partisë Demokratike në zgjedhjet e 11 majit, ku përveç përdorimit të administratës dhe buxhetit të shtetit për të bler vota nga socialistët, Berisha foli edhe për ndikimin e botës së krimit në vullnetin e qytetarëve. Partia Demokratike do fitonte zgjedhjet, nëse bandat ndër më të rrezikshmet në Europë, kartelët e drogës, tropinët, Suelçela, Bajrët dhe me radhë nuk do të nxjerrin harxhat e krimit kundër zgjedhësve dhe të diktonin atyre votën. Nuk do të përdorin paratë e krimit për bler votë. Duke komentuar protestën e 22 dhjetorit, Sali Berisha tha se Partia Demokratike duhet i rikthehet protestave të përnaçme deri në arritjen e qëllimit për largimin e Ramës. E pat se çfarë jehone botërore pati qendresa në parlament e deputetëve dhe protesta e datës 22. Ishte betejë e fituar nga ne rrafshin e drejtës. Tani duhet të betohemi ditën e caktuar të zëm sheshin dhe të rikthehemi sheshin çdo natë gjersat për zëm atë. Dështon në mbledhja e Këshillit Mandateve thirrur nga Partia Demokratike, kryetari i grupit parlamentar Gazmend Bardhi tha se socialistët po përpiqen të pengojnë drejtësinë për të luftuar korrupsionin, duke mos lejuar mbledhjen e Këshillit Mandateve për të shqyrtuar kërkesën e SPAK-ut për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Deputetët e opozitës u paraqitën sot në përputhje me rregulloren në këtë mbledhje, siç u e pat në një akt të paprecedent të turpshëm të kryetarit kuvendit, jo vetëm ka mbyllur çdo sallë mbledhje në kryesinë e kuvendit, por pengoi deputetët e opozitës që në sallën e tyre të grupit të kishin mundësi të komunikonin me mediat. Nuk ka ndodhur kurrë që kjo godinë nga godina e kryesisë së kuvendit të shndrohet në bunkerin e Belinda Ballukut. Sot, kuvendi është bunkeri i Belinda Ballukut, ku këta mendojnë se do të strehojnë çdo të korruptuar të kësaj qeverie. Ndërtimi i teatrit të ri kombëtar ka hyrë në fazën më të rëndësishme, atë të ngritjes së godinës. Në një video të shpërndarë në rrjetet sociale, kryeministri Edi Rama shkruan se janë përmbyllur ndërtimet nëntoksore dhe në kantier po punohet për atë që do të jetë skena e re e teatrit të Tiranës. Rama e cilëson shtëpinë e re të teatrit kombëtar një hapësirë ikonike për artin dhe kulturën. Ndërtimi i teatrit të ri kombëtar nisi 2 vite më parë, pasi vjetri u shemb. Në projektin që ban firmën e arkitektit Bjerg Ingels, parashikohet ndërtimi i skenës së madhe dhe 2 më të voglave përveç tyre. Do të ketë edhe mjedise të dedikuara për shfaqje dhe aktivitete që jo domosdoshmërisht lidhen me teatrin, por me gjini të ndryshme të artit.
Mirë, do të zhvilloj tani një bisedë me gazetaren tonë Sara Demushi. Sara, mirë se erdhe, kënaqësi që të kam studio. Është e premtja e fundit e këtij viti në fakt, edhe ajo që bëjmë gjithë është një bilans. Ti ndjek policin, ndjek krimin, ndjek ato ngjarjet e përditshme që na kanë tronditur. Në fakt si po mbyllet 2025-a, si ka qenë 2025-a, krahasuar edhe me vitet e tjera. Krimi i vitit 2025 fatkeqësisht ka pasur një bilans të thellë sa i përket edhe ngjarjeve kriminale, po ashtu nga ana tjetër edhe viktimave të cilat janë regjistruar gjatë këtij viti. Për të ndalur fillimisht tek viti 2025 e pastaj për të bërë edhe një krahasim me vitet e tjera, gjatë këtij viti fatkeqësisht janë regjistruar 42 vrasje. E përpasoj kanë humbur jetën 46 persona. Ndërkohë deri në këtë moment që ne flasim, sa i përket këtyre ngjarjeve kriminale, ende nuk ka autor dhe nuk ka më shumë informacion për 10 të ngjarjet e cilat mbeten ende të pazbardhura nga ana e policisë. Për të bërë tashmë një krahasim, në fakt do doja ta nisja që nga viti 2020 për të shikuar se si kanë qenë edhe shifrat nga 2020 deri në vitin 2025. Viti 2020 ka pasur 52 vrasje, 2021 është 61 vrasje, i cili në fakt në këto 5 vjeçar është edhe viti i cili ka regjistruar numrin më të lartë të vrasjeve. Në vitin 2022 kemi një rënje në 43 vrasje, në 2023 35 vrasje, në vitin 2024 41 vrasje dhe në vitin 2025, siç e tham, 42 vrasje. Në krahasim me vitin e shkuar kemi një vrasje më shumë. Për të ndalur më pas tek muaji i cili ka pasur më shumë ngjarje kriminale është pikërisht muaji tetor, ku në fakt duket se tashmë është ndryshe nga vitet e shkuara, pasi ajo çfarë tregojnë edhe shifrat, muajt më të predispozuar për të pasur ngjarje më të mëdha janë kryesisht janari, muaj gusht edhe muaj dhjetor. Ndërsa këtë vit kemi tetorin me 7 ngjarje, ku fatkeqësisht kujtojmë edhe një prej ditëve të muajit tetor, 28 tetori, ku kemi pasur 3 vrasje brenda një afati të shkurtër rreth 3 orë, me vrasje të cilat janë regjistruar me thik. E para ka qenë në Durrës, një krim në familje, më pas kemi pasur një krim tjetër në Berat dhe në kryeqytet, vetëm brenda 2 ose 3 orëve janë regjistruar të gjitha këto ngjarje shumë të rënda. E qartë, një statistike e ngarkuar duhet thënë, megjithatë, nëse ti do të veçoje, cilat janë ngjarjet më të rënda që ka shënuar 2025-a? Për mua, 2 nga ngjarjet më të vështira, edhe për të transmetuar, edhe për shkak të mënyrës se si ka ndodhur ngjarja, është vrasja e gjyqtarit Astrid Kalaja, të ndjerit më 6 tetor në gjykatën e Tiranës, dhe po ashtu ngjarja tjetër është edhe atentati në Rinas më 11 nëntor, ku humbi jetën Gilmando Dani dhe Mustafa Sheqeri. Duke nisur nga sa i përket të dy institucioneve, nëse mund t'i cilësojmë të tilla, si aeroportin e Rinasit, po ashtu nga ana tjetër edhe gjykatën, për vetë faktin dhe mënyrën se si janë kryer këto krime, në fakt kanë qenë edhe transmetime maraton. Unë kujtoj një moment nga teksa ishim duke raportuar për vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja, fillimisht për shkak të problematikave që ka pasur familja Shkambi, na është konfirmuar se autori i kësaj ngjarje ishte Xhaxhaj, ku më pas rezultoi se ishte në fakt nipi i Gjon Shkambit, Elvis Shkambi. Dinamika e ngjarjes, për cilën ishim duke raportuar, mbaj mend që telefoni im për një moment është shkëputur për shkak se raportimi ka nisur që nga momenti që ka ndodhur ngjarja dhe deri në orë, madje jemi futur dhe së bashku në transmetim. Afati që telefoni mund të qëndrojë një bisedë telefonike ishte 2 orë dhe unë e mësova pikërisht atë ditë, dhe momentin që u shkëput telefoni kuptova që për shkak të bisedës së gjatë që u kisha vazhduar transmetimin, u bllokua dhe telefoni për ta rifilluar më pas sërish transmetimin aty ku e kishim lënë, dhe teksa në fakt u konfirmua se fillimisht ishte plagosja e gjyqtarit të ndjerë dhe më pas u konfirmuar edhe vdekja. Fillimisht nuk e kam besuar, më është dashur të pres dhe një konfirmim të dytë për të bërë më pas edhe për të njoftuar opinionin publik sa i përket vrasjes së tij, ndërkohë nga ana tjetër teksa mësonim gjatë transmetimit, mësonim çdo detaj, duhet të tregoshim shumë të kujdesshëm për mënyrën se si ndodhi kjo ngjarje. Më pas ishte ende e pabesuar që kjo ngjarje kishte ndodhur brenda një salle gjyqi, dhe tashmë që prej asaj dite, kur më duhet të ndjek në gjykatën e posaçme seanca gjyqësore, momenti i parë që më vjen në mendje sapo hy në një sallë gjyqi, më kujtohet gjithnjë vrasja e gjyqtarit Astrid Kalaja. E kuptoj. Një ngjarje e rëndë dhe
E para e kësaj natyre në vite mund kishin ndodhur ngjarje të rënda, ka dhe emra të tjerë që janë goditur, por në sallën e gjyqit një ngjarje e rëndë tronditi gjyqësorin, tronditi politikën, filluan të thuen ato u morën masa për security-n, për sigurinë për gjykata. Megjithatë, kjo ishte një ngjarje e rëndë, por e një rëndësie po kaq të veçantë për mënyrën e organizimit ishte dhe ajo e vrasja Gilmando Danit, apo jo? Duke nisur edhe nga fakti se atentati ku ndodhi dhe perimetri me aeroportin ishte një distancë shumë të afërt, me thënë të drejtën. Ajo çfarë na ka shokuar më pas ishte edhe momenti teksa bën me dije dhe kemi parë dhe pamjet filmike ku ajo çfarë bie në sy në fakt për një pjesë të qytetarëve, pasi është edhe orari të cilin ata kryen ekzekutimit, është një nga piku ku në fakt ka trafik, ka lëvizje të qytetarëve, fatmirësisht nuk ka pasur edhe viktimat e tjera, duke u nisur nga të gjitha mënyrat se si ishte organizuar ky atentat. Ajo çfarë duket është se grupet kriminale po shkojnë dhe gjithnjë po bëhen më të sofistikuar në mënyrën se si ata i organizojnë edhe atentatet, pasi ne pam pikërisht këtë atentat ku kishim 3 autor të dyshuar të kësaj ngjarje, ndërkohë nga ana tjetër kishim edhe shoferin i cili në këtë rast është në kuadër të këtij grupi të strukturuar kriminal për të qelluar ndaj objektivit i cili ishte Gilmando Dani. Ndërkohë kjo ngjarje tashmë pritet ndoshta t'i kalojë edhe spakut për shkak për mënyrën se si ata kanë vepruar deri në këtë moment, nuk i ka kaluar për kompetencë strukturës së posaçme antikorrupsion. Në fakt është një ngjarje ende e pasbardhur, edhe atentati i regjistruar më 11 nëntor, pavarësisht se ka pasur kontrolle të shumta edhe për personat e cilët janë me precedent më parëshëm penal, policia deri në këtë moment është treguar e rezervuar, ndoshta për vetë faktin se nuk ka më shumë detaje, ndërkohë priten edhe letërporosit nga Spanja, atje ku ata kishin udhëtuar dhe ishte momenti fatkesisht ndodhi që ishte edhe udhëtimi i tyre i fundit teksa po ktheheshin nga Spanja dhe deri në këtë momente është një ngjarje e cila është shumë e rëndë, policia ka pamjet filmike, por autor të identifikuar ende nuk kemi. Ende nuk ka dhe si gjithmonë në tilla raste fillon në lind një pikpyetje nëse është një skuadër që operon me shqiptar apo është një skuadër e cila mund të marrë edhe vrasës me pagesë nga vendet fqinja, apo kemi raste të tilla si nga Malizi, si nga Greqia, të cilët apo nga Maroku, vrasja e ndodhur në Shëngjin, ku duket se tashmë krimi po operon ndryshe, po operon si një organizat apo si një organizëm i cili ka një projekt të sakt dhe i cili merr punonjës atje ku gjen tregun më të mirë profesionalisht, por edhe ndoshta më të lirë, pavarësisht se ka njerëz që nuk kanë çmim vetëm t'ju kryhet puna. Çfarë specifike kishte krimi këtë vit, Sara? Duke e parë në këtë këndvështrim, duke kuptuar që po sofistikohet, po hapen dosje të mëdha, të cilat duam kanë lidhje edhe me këtë krimin që shohim kaq të sofistikuar, pa gjurmë. Skemën ne tashmë e dim, ne e dim që ndodh një ngjarje, mbas gjysmore do dali tymi diku, po digjet makina, kjo makinë ose është vjedhur dikujt, ose është bler dorë mbas dore dhe shkuet te një pronar fillestar, brenda gjenden armë, mund të gjenden ose jo gjurmë gishtash, të gjitha këto ne tani mund t'i themi klishe për çdo ngjarje që ndodh. Autorët shpallen në kërkim, nuk identifikohen dot nga të gjitha kamerat e sigurisë, thuaj se ne dyja bëm një kronik, të cilën po ta hapim, vetëm emrat ndryshojnë dhe kjo ndodh. Çfarë specifike ka krimi që gjithçka ndodh dhe nuk po të shkodohet dot kjo skem që unë sapo thash? Sa i përket natyrës së krimit që ka qenë këtë vit, do doja të ndalesha fillimisht kemi pasur krimen familje, kemi pasur krim pasioni, kemi pasur atentatet kriminale mes bandave rivale, e po ashtu fatkesisht kemi pasur edhe përfshirjen e të miturve në ngjarje kriminale. Për të ndalur tek ashpërsia e bandave kriminale, në fakt SPAK, puna që ka bërë gjatë këtyre viteve, nxori në pa dhe zbardhi shumë ngjarje për cilat policia
duket se i kishte mbyllur ato dosje për vetë faktin se nuk po arrinte t'i jepte drejtim mbi porositësit, sepse ka pasur rasti që është zbardhur autori, por nga ana tjetër nuk kemi ende porositës. Këtu do doja të ndalesha edhe tek rasti i ngjarjes së Shkodrës, ku në fakt Ragib Gila është personi i cili u arrestua si autori i ngjarjes, ku mbeti i vrar Erogen Brajovic dhe kamarierja e lokalit, ndërsa kishim dy viktima, Armando Palin dhe Liridon Krajen, një ngjarje regjistruar vetëm pak minuta, nëse mund ta themi, sapo kishte nisur edhe viti i ri shkollor në 8 shtator. Se i përket mënyrës se si po veprohet, gjithnjë po shikojmë se duket se grupet kriminale nuk i druhen më policisë, dhe për vetë faktin se tashmë shumë dosje kanë vërtetuar faktin se bashkëpunëtorët më të ngushtë janë vetë uniformat blu, dhe siç duket ndoshta rastësi, ndoshta ka qenë diçka koordinuar, është edhe rasti në Rinas ku gjithmonë punonjësi i policisë do duhet të ishte në rreth rrotullimin ku u krye edhe atentati, por kjo do duhet të vërtetohet më pas, a kishte një prapavi tjetër, arsyeja sepse nuk kishte punonjës policie në ato moment, dhe se si ndodhi që në ato pak minuta ose në ato pak sekonda u blokua çdo lloj rrugë e mundshme, pasi është një rreth rrotullim dhe të lidh edhe me rrugët e tjera. Se përket pjesa më e madhe duket punonjësi policisë nuk kishte në rreth nuk ka rrotullim. pasur, atë ditë nuk ka pasur. Zakonisht është atje, është një vendroje, është një post që ndron. Është gjithmonë në detyrë një punonjës policie në rreth rrotullimin e Rinasit. Por atë ditë fillimisht na u tha se ishte duke shoqëruar një delegacion, po ndërkohë delegacioni mund të shoqërohet edhe nga trupat që janë gjithmonë që ndjekin delegacionin. Që në fakt ka kaluar në atë moment, sepse e kemi parë. Dhe punonjësi i policisë do duhet të ishte pikërisht tek rreth rrotullimi që të bënte të mundur edhe ndalimin për pak sekonda, kur siç ne kemi parë gjithmonë trupat diplomatik. Dhe nuk është zbardhur nëse është koincidencë, apo është një rastësi, apo ka një prapavi. Apo ka bashkëpunim. Kjo mbetet për tu parë, por i referohem gjithnjë ngjarjeve të mëparshme ku ka pasur gjithmonë edhe fakti që ishte në shoqërinë e një agenti AMP-s, ditën i cili fatkeqësisht edhe mbeti viktimë e këtij atentati. Grupet kriminale kanë treguar se janë shumë më agresiv se ç'kanë qenë më parë. Edhe pse spak Ky agresivitet vjen nga siguria që kanë. Siguria dhe bashkëpunimi. Dhe bashkëpunimi. Tani, me këto dosjet e fundit, thjesht unë të atë pyes, si është klima në polici tani? Me këto dosjet e fundit që janë hapur, me aludimet që thuen, zhduken, ikën vera, e kishte për shembull në një rast, është zhdukur një verë në vlerën e miliona eurove. Ishte në autoritetin e policisë për ta mbrojtur vendin, apo jo? Ne nuk kemi të dhëna të tjera, dim që ka qenë kushuriri i personit në fjalë, i cili ka hyrë dhe ka marrë këtë verë. Pikpyetjet ngrihen pikërisht me ata që duhet ta ruanin verën. Aludohet, ka fjalë, ka spekulime, nuk dua të pyes për emra dhe nuk dua të më thuash gjithçka që di, sepse nuk mund të jemi ne ata që duhet flasim një organet kompetente më pas ajo që ne mund të dim, por unë dua të di si është klima. Ka policë të trembur, ka policë të ndershëm që thonë sa mirë që erdhi kjo ditë që këta njerëz të vijnë përpara përgjegjësisë, apo ka njerëz që do përpiqen që të fshehin gjurmët edhe të shmangen. Si është klima? Ti e një në vertikal strukturën, edhe kjo buzëqeshja jote lexohet në ekran që çfarë të them do thuash ti, por ti do thuash atë që duhet. Në fakt ka punonjës të ndershëm, të cilët i shërbejnë ashtu siç duhet detyrës, ndërkohë nga ana tjetër ka edhe punonjës të cilët për shkak të rrethanave në disa raste kanë qenë edhe të detyruar të bashkëpunojnë me krimin, dhe pastaj pjesa tjetër janë ata bashkëpunëtorët të cilët i ofrohen krimit. Para pak ditësh ne kishim edhe pezullimin e zëvendës drejtorit të policisë së Tiranës. Në fakt, teksa po zhvilloi ai operacion, dikush nga punonjësit e policisë më pyet, ke ndonjë informacion nga dosja nëse ka edhe punonjës të tjerë përveç zëvendës drejtorit. Përgjigjja ime ishte se nuk kam arritur ende ta kem këtë dosje dhe nuk e di nëse ka. Pra nga këtu duket se ka një frikë dhe pasiguri edhe për përfshirje të personave të tjerë të cilat do t'jenë hetimet ata të cilat do të zbardhin, duket sikur është sapo ka nisur. Paktën në çdo dosje fatkeqësisht kemi parë punonjës të policisë të cilët janë përfshirë, apo edhe sekuestrime të aparateve celulare të drejtuesve të policisë. Ndoshta kjo është një moment edhe për ata për të reflektuar, ajo çfarë ka ndodhur dhe do të jenë para përgjegjësisë ligjore, por ndoshta për brezin e ri do duhet jetë një mënyrë reflektimi që të jenë sa më të drejtë dhe teksa janë betuar për të shërbyer këtij vendi, ta mbajnë me nder edhe betimin siç e kanë nisur. E qartë.
Flasim pak për krimin të të miturit. Edhe ky vit ka qenë i ngarkuar për sa i përket përfshirjes së të miturve, ngjarje të rënda që vijnë nga qytete të ndryshme të vendit, përsëri të mitur që përdorin armët e ftohta, thikën, rraje masive, konflikte për një fjalë goje, të rinj që nuk menaxhojnë dot as nga shtëpia, as nga familja, as nga psikologu në shkollë, as nga edhe psikolog në qoftë se familja i merr. Pra ka një kakofoni që është një gjë që do të kudo në botë. Megjithatë të përqendrohemi këtu. Si ka qenë krimi tek të miturit dhe çfarë tiparesh po merr tashmë? Fatkeqësisht Mirela, këtë vit kemi 2 të mitur, të cilët kanë humbur jetën duke përdorur thika. Një është 14 vjeçari Eraldo Gjejo, i cili u vra me 14 gusht nga një tjetër 14 vjeçar në fshatin Pirg të Maliqit, ndërsa vetëm pak ditë më parë, në 26 nëntor, kishim edhe rastin në Durrës, ku humbi jetën 15 vjeçari Erion Boba. Emëruesi i përbashkët i këtyre dy ngjarjeve janë pikërisht motivet banale, të cilat si fillim nisin nga rrjetet sociale, tentojnë t'i sqarojnë, duket se agravojnë dhe më pas dalin, nëse mund ta cilësojmë në thonjza, në sheshin e burrave, por fatkeqësisht humbin jetën. Janë ca fëmijë që pretendojnë të dalin në logun e burrave. Duhet bëhen burra një herë, dhe kur të bëhen burra dhe të kuptojnë vlerën e jetës, dhe të kuptojnë përgjegjësinë që kanë për veten e tyre, për prindrit e tyre, për gratë që do marrin, për ata fëmijë që do lindin, për motrat vëllezrit, shkojnë dhe ulen atë logun e burrave ku shpesh herë, se nuk e di kush ja ka shpjeguar dhe kanunin, kur uleshin atë logun e burrave, ca burra të mençur i zgjidhnin problematikat në bazë të këtij kanuni pa shkuar në gjak dhe pa u vrarë. Pra, ai logu i burrave ka këtë peshë edhe marë shkas për të sqaruar. Këta fëmijë që pretendojnë se po dalin shesh burrave për të vrarë njëri tjetrin nuk bëjnë asgjë, përveç se marrin një jetë dhe shkatrojnë dhe jetën e tyre. Kjo është pak po e sigurt. Fatkeqësisht duke u nisur edhe nga viti i shkuar, nga ngjarje që kemi pasur në afërsi të shkollës në kryeqytet, siç e theksova, kemi 2 ngjarje të rënda, familjet e tyre tashmë kanë humbur dritën e syve, siç ne e cilësojmë. Me një dhimbje që s'do ikë të rjetën. Është gjithë jetën, e po ashtu nga ana tjetër, siç e thatë edhe ju, edhe persona të cilët më pas jeta e tyre përfundon në qeli dhe predispozitat për të kthyer dhe një kriminal nuk mund ta... E qartë, janë premisat për të dalë nga ai vend i riedukimit që quhet. Premisat janë që të dalin jo të riedukuar, por të gatshëm për të kryer për të qenë përsëritës, dhe kjo është një fatkeqësi. Pavarësisht se duket se ka një vëmendje të shtuar, duket se po merren me ministri i ri i drejtësisë, me Sadi, po merret në mënyrë të dedikuar pikërisht për riedukimin. Të gjitha institucionet tashmë është tërhequr vëmendja që të jenë sa më të kujdesshëm, janë rritur edhe masat, por siç duket jo gjithmonë janë në ambientet e shkollës. Në të dy rastet kemi pasur në një distancë, njëri ishte në një lokal, tjetri ishte disa metra nga shkolla, po shumë pranë banesës. Nuk është të thënë që do ndodhin gjithmonë në shkollë, por çdo kush, duke nisur nga prindi në familje, duke nisur nga mësuesi në klasë dhe më pas psikologu, apo ne vëmre edhe njerëzit, teksa unë mbaj mend para një jave ishte rasti Shkodrës, qytetar të rastishëm asnjëri nuk hezitoi të ndërhynte, edhe pse duket për aq kohë sa nuk është në familjen time, nuk më intereson. Fatkeqësisht është kthyer edhe në një shoqëri menefregiste për të gjitha ato çfarë po ndodhin. E qartë, edhe prap Shkodra më vjen në mendje sepse ka një shprehje shumë bukur, atë që sot e dëgjon këshi, nesër e ke në shtëpi. Dhe Shkodra habitem me këtë një lloj indiference që kemi të tërë përpara një rasti flagrant ku të paktën ndërhyet duke u thirrur policia në atë moment dhe duke u përpjekur të ndash sa të mundesh. Janë njerëz më të rritur në moshë. Më të rritur dhe mund të kenë autoritetin. Megjithatë, shpresojmë shumë që ky mentalitet të ndryshojë me kaq alarm, me kaq publikim që ka në media, me kaq vëmendje që në fakt ka pasur. Media ka qenë krejtësisht e vëmendshme në maksimumin e saj, edhe e kujdesshme, edhe kur ka pasur disa lapsuse kanë qenë nga dëshira për të informuar dhe jo për të keq informuar apo për të lënduar njerëz. Shpresoj shumë që 2026 të jetë një vit krejtësisht i ndryshëm për sa i përket krimit në përgjithësi, por kryesisht tek të miturit. Dhe në fund ndalemi pak tek masat për vitin e ri.
gjithmonë janë marrë masa, jo fishek zjarret, jo ndonjë plagosje nga pakujdesia ose situata të tilla. Çfarë masash ka marrë policia këtë vit? Që prej të hënës, datës 22 dhjetor, policia tashmë ka kaluar në gatishmëri në të gjithë territorin, duke pasur vëmendje të shtuar në të gjitha pikat ku janë më problematika, por ku ka më shumë grumbullime. Duke nisur që nga pikat kufitare, ka shtim të burimeve njerëzore, të sporteleve, me qëllim që të bëhet sa më i lehtë kalimi të gjithë udhëtarëve, ata që futen brenda territorit të Shqipërisë dhe ata që dalin jashtë Shqipërisë, ndërkohë nga ana tjetër ka edhe kontrolle më të shtuara me qëllim për të goditur edhe krimin kufitar, ku zakonisht tentojnë për të bërë edhe lëvizjet jo ligjore dhe jo të duhura. Ndërkohë nga ana tjetër kontrolle dhe pikat dhe përforcime të policisë janë edhe në ambiente që ka prezencë më të lartë të qytetarëve, siç janë sheshet, pedonalet, vendet e kultit, ndërkohë për shkak edhe të në ambiente ku ka vlera monetare, siç janë bankat, pikat valutore, ndërkohë nga ana tjetër qendrat tregtare apo tregjet, gjithashtu ka shtim të forcave të policisë. Në gatishmëri janë të gjitha strukturat, duke nisur edhe nga Renea, po ashtu dhe forcat kombëtare të sigurisë, forcat operacionale, që prej fillimit të këtij muaji janë duke ushtruar kontrolle në subjekte të cilat në fakt nuk duhet të ishte lejuar tregtimi i fishek zjarreve, por fatkeqësisht edhe pse kjo gjë është ndaluar në çdo natë në kryeqytet, dëgjojmë në orën 12 të natës. A do merret ndonjë mas për këtë festimin në orën 12 natës në qendrat banuara, njerëz që hedhin fishek zjarre se gëzojnë që kanë ditëlindjet, nuk e di. Ka ndonjë mas për këtë? Të shumta janë denoncimet, të pakta janë arrestimet. 2026 atje edhe ndryshme këtu se shumë herë ka denoncime për shkak të fëmijëve të vegjël, patjetër, trëmbet. sepse duke qenë se jemi metropoli dhe gjithnjë për shkak të popullsisë ka vazhdimisht denoncime, por ende deri në këtë momente nuk ka një shpërsim të ligjit që ndoshta t'i bëjë këta njerëz të reflektojnë. Edhe pse ka pasur kontrolle në subjekte të shumta, është arritur që një pjesë e tyre të sekuestrohen, por duket se qytetarët e dinë shumë mirë se ku mund të tregtohet ilegalisht dhe ata arrin t'i sigurojnë. Ndërkohë nga ana tjetër, edhe gjatë natës së ndërimit të viteve, po ashtu dhe në ditët e para të vitit 2026, vëmendja policisë do të jetë e fokusuar tek të gjitha pikat ku ka më shumë qytetar, por jo vetëm, ata kërkojnë edhe bashkëpunimin e qytetarëve që denoncojnë çdo lloj pagujdesie, rasti apo incidenti në mënyrë që të shmanget çdo lloj ngjarje kriminale. Policia është duke u treguar e kujdesshme dhe përmes informacioneve që ka tashmë sa i përket personave precedent kriminal me qëllim arrestimin e tyre. Gjatë deri në këtë periudhë nuk është regjistruar asnjë incident. Ne shpresojmë që edhe nata ndërimit të viteve, po ashtu edhe viti 2026 të jetë një vit i cili të sjellë sa më shumë qetësi në familjet shqiptare, shëndet edhe atë çfarë ju dëshiron zemra. Dhe jo me kaq shumë ngjarje kriminale. Patjetër. Ti do vazhdosh të raportosh, por shpresojmë që bilansi që solle nga 52, 61, 43, 35, 61 ka pasur viti 2021, 42 është mbyllur 2025, a shpresojmë të mbyllet se këto ditë mos ndodhin ndonjë ngjarje tjetër. Është muaji dhjetor fatmirësisht deri në këtë moment është hera e parë që nuk ka ngjarje kriminale, pasi dhjetori. E kanë mendjen te Spaku, si duket, edhe i kanë shtyrë ndoshta shpresojmë që Spaku të tërheqë sa më shumë vëmendjen dhe më pas porositësit si duket kanë probleme me dosjet edhe nuk e kanë pasur mendjen tek porosia. Edhe pse frika ndihet tashmë. Një pjesë puna që është bërë Spaku në bashkëpunim me policinë për goditjen e eksponentëve të krimit sigurisht ndikon tek më pas tek ngjarjet në terren. E qartë, patjetër frenohet edhe fundori ai është treguesi. Ne folëm për statistikë, u përpoqëm të shikojmë edhe prirjen e këtij viti, shpresojmë që 2026 ta jetë dhe në statistikë edhe në frym krejtësisht i ndryshëm me më shumë siguri për jetët e të gjithëve dhe policia dhe të vendosë përpara përgjegjësisë autorët e ngjarjeve të ndryshme. Na shoqërohet me fishek zjarre. Do shta nuk dëgjohet nga teleshikuesit, po ne në këtë orë... Në këtë orë, dhe nuk e kuptoj pse në këtë orë, se është ora 7:30. Është ditëlindje, ndoshta fest familjar me shumë mundësi. Po, ka një fest familjare me fishek zjarre, një gjë rëndomt. Ky është një problematik që në fakt do duhet të mbartet në vitin 2026 për të marrë seriozisht nga e gjithë struktura e policisë së shtetit, sidomos e policisë që operon komunitet edhe që mbron komunitet. Sara, unë të falenderoj shumë, jo vetëm për sot, falenderoj për gjithë punën që ke bërë gjatë gjithë vitit.
edhe e them shpesh për ty, për të gjithë ata djemë dhe vajza të cilët raportojnë nga tereni, kam një respekt veçantë dhe ju vlerësoj shumë dhe ju falenderoj shumë për punën e përditshme të palodhur që bëni. Pa ju ne nuk do të ishim. Faleminderit ju, një vit të mbarë dhe me sa më shumë lajme të mira për shqiptarët kudo që janë. Faleminderit. Sara, isha me Sara Demushin në këtë bisedë, ndërkohë ne ecim më tej. Pika kufitare e Kakavijës do të jetë bllokuar gjatë mbrëmjesës së sotme për shkak të protestës që po zhvillojnë fermerët grek. Protesta pritet që të sjellë edhe më shumë vonesa për emigrantët shqiptar që kanë vendosur të kthehen atë për festat e fundvitit. Emigrantët shqiptarë që po kthehen dhe nga pika kufitare e Kakavijës do t'i duhet të qëndrojnë më shumë në pritje për shkak se këtë të premte fermerët grek kanë njoftuar protest në kryqëzimin e fshatit Kallpaq që lidh autostradën Janin-Kakavi. Sipas palës greke, nga ora 19 deri në orën 22 të mbrëmjes, aksi rrugor do të jetë i bllokuar për shkak të protestës. Po ashtu njoftohet se gjatë orëve të bllokimit do të mund të lejohen të kalojnë vetëm automjetet që do të kenë emergjenca shëndetësore. Ndërkohë në 24 orët e fundit në kufirin toksor në doganën e Kakavijës janë përpunuar 10.087 shtetas. Në të dy anët e kufirit me shtetin grek, sipas policisë kufitare, prej tyre 8.537 janë regjistruar në hyrje dhe 1.550 në dalje, si dhe 2.912 në hyrje dalje, nga të cilat 2.413 në hyrje dhe 489 në dalje. Edhe pse gjatë ditëve të festave u shtuan sportelet për të përballuar fluksin e udhëtarëve, sërish radhët kilometrike nuk janë shmangur. Gjermania lëshoi mbi 100.000 viza për emigrantët. Gjatë këtij viti, shqiptarët ishin pjesë e listës së aplikuesve kryesor për bashkimet familjare. Tashmë në Gjermani nuk shkohet për punë, por edhe për bashkim familjar. Gjermania ka miratuar gjatë vitit 2025 mbi 100.000 viza për bashkim familjar, pavarësisht trëngimit të përgjithshëm të politikave të emigracionit. Sipas të dhënave zyrtare të publikuara nga autoritetet gjermane, deri në fund të nëntorit janë dhënë gjithsej 101.756 viza, duke bërë bashkimin familjar një ndër kanalet kryesore të migracionit drejt këtij vendi. Në krye të listës aplikuesve rënditen turqit, të ndjekur nga sirianët, indianët dhe më pas qytetarët nga Ballkani, të cilët mbeten gjithashtu të pranishëm. Kosova rënditet mes vendeve me numrin më të lartë të vizave të miratuara, ndërsa shqiptarët kanë përfituar mbi 4.400 viza, duke u pozicionuar ndër kombësitë kryesore në këtë kategori. Bashkimi familjar u jepet kryesisht bashkëshortëve dhe fëmijëve të mitur të personave që jetojnë ligjërisht në Gjermani, ndërsa prej marsit 2024 janë zgjeruar mundësitë edhe për prindërit e punëtorëve të kualifikuar që plotësojnë kushtet ekonomike. Megjithëse në korrik të vitit 2025 u vendos një pezullim 2 vjeçar për bashkimin familjar për personat me status mbrojtje të kufizuar, me përjashtimin e rasteve të veçanta humanitare, statistikat tregojnë se fluksi i aplikimeve dhe aprovimeve ka mbetur i lartë. Këto shifra konfirmojnë se për shqiptarët dhe komunitetet e tjera të rajonit, bashkimi familjar vazhdon të jetë një ndër arsyet kryesore të emigrimit drejt Gjermanisë, duke reflektuar lidhjet e forta familjare dhe praninë e konsoliduar të diasporës në këtë vend. Një hetim i New York Times ka zbuluar manipulimin e programeve mësimore për studentët e huaj. Sipas medias prestigjioze, të rinjt paguanin një shumë të caktuar parash për praktika pune, por përfundonin duke bërë punë fizike. Një studente nga Kosova, Ema Kurshumlia, pagoi rreth $2.000 në vitin 2018 për të marrë pjesë në një praktik pune në New York përmes programit amerikan të vizave G1, i prezantuar si një përvojë kulturore e bukur, por realiteti ishte krejt ndryshe. Pa trajnim para prag dhe me javë pune deri në 6 dhjetor, duke kryer punë të rënda fizike. Na u premtua një përvojë e mrekullueshme, kur pam çfarë na priste, ishte një befasi e madhe, tha Kurshumlia. Rasti i saj është vetëm një nga 10 dëshmi që dalin nga një hetim i gjerë i New York Times, i cili zbulon se programi G1, i administruar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, shpesh ndërrohet nga një program shkëmbimi kulturor në një mekanizëm fitimprurës për organizata sponsorizuese, shpesh në kurrizë të rinjve të huaj. Hetimi tregon se disa sponsor kanë paguar drejtuesit e tyre mbi $500.000 në vit, ndërsa familjarët të ekzekutivëve kanë përfituar mbi $1 milion në vetëm 2 vite. Pjesëmarrësit shpesh janë dërguar për të punuar në ferma apo biznese të familjarëve ose antarëve të bordeve drejtuese. Studentët gjithashtu janë detyruar të blejnë sigurime shëndetësore dhe shërbime të tjera nga kompanitë të lidhura me sponsorët, duke rritur koston e pjesëmarrjes deri në $5.000 për person.
Një përfaqësues i Departamentit të Shtetit hodhi poshtë kritikat, duke thënë se programi është reformuar ndër vite dhe sponsorët që nuk respektojnë rregullat janë përjashtuar, duke quajtur hetimin e New York Times një sulm të padrejtë. Megjithatë, për student si Emma Kurshumlia, përvoja mbetet një paralajmërim i hidhur për të rinj që ndërrojnë Amerikën përmes programit G1, pasi përballen me realitete shumë larg premtimeve. Euro popson zhvlerësime të reja përballë lekut përgjatë kësaj jave, moneda europiane është këmbyer me 96.5 lek, niveli më i ulët në tregun vendas. Kursi i këmbimit euro-lek po shfaq tendenca të mëtejshme në rënje gjatë kësaj jave. Sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, euro këmbye me 96.5 lek, niveli më i ulët të regjistruar ndonjëherë. Sipas agjentëve të këmbimit valutor, në ditët e fundit në treg ka ofertë të shtuar të valutës së huaj, çka përfaqëson një tendencë pak a shumë të zakonshme sezonale. Në veçantë, kthimi i emigrantëve për festat e fundvitit sjell flukse më të larta të monedës europiane. Rënja vjetore e kursit ngelet në nivele më të ulta krahasuar me vitet e mëparshme. Kundrejt të së njëjtës datë të vitit të kaluar, kursi euro-lek rezulton me rënje 2.1%. Megjithatë, ecuria më e stabilizuar e kursit gjatë këtij viti i detyrohet më shumë ndërhyrjeve të Bankës së Shqipërisë sesa forcave të tregut. Nga informacionet e deri më tanishme, Banka Qendrore ka kryer blerje të mëdha të valutës edhe gjatë vitit 2025. Deri në fund të nëntmujorit këto blerje kishin vlerën e 800 milionë eurove, ndërsa për vitin 2024 kishte blerë 933 milion euro të tjera. Në mungesë të ndërhyrjes së Bankës së Shqipërisë, kursi i këmbimit të monedhës europiane me siguri do të kishte arritur nivele edhe më të ulta në raport me lekun. Ndërkohë Banka e Shqipërisë do të rrisë më tej blerjet e planifikuara të valutës në tregun e brendshëm për vitin 2026. Sipas informacioneve nga Banka Qendrore, ajo synon të blejë përmes ankanteve deri në 450 milionë euro, me objektiv rritjen e rezervës valutore. Ulja e komisioneve bankare për transfertat e parave në Europë do të kursejë 70 milion euro në vit, sipas një studimi të një ekipi gjerman, më shumë se 60 milion euro kursejnë nga pagesat të tregtare dhe 9 milion euro nga remitancat. Antarësimi në SEPA pritet të kursejë më shumë se 70 milion euro në vit në transfertat ndërkombëtare të kryera nga Shqipëria dhe drejt Shqipërisë. Sipas një vlerësimi nga ekspertët German Economic Team, reduktimi i kostove të transfertave ndërkombëtare do të arrijë në 62 milion euro për pagesat e lidhura me tregtinë e jashtme dhe më shumë se 9 milion euro për remitancat. Studimi llogarit kursimin në kosto dypalëshe të transfertave, pra jo vetëm ato të dërguesve ose marrësve në Shqipëri, por edhe të palës tjetër jashtë Shqipërisë. Studimi ka treguar se në vitin 2024, volumi i të gjitha transaksioneve të tregtisë së jashtme të Shqipërisë me vende të zonës SEPA arriti në 15.2 miliard euro. Kosto e vlerësuar e komisioneve të transfertave ishte sa 0.4% e totalit të tyre, ose 67 milion euro. Me hyrje në zonën SEPA, kjo kosto pritet të ulet në 0.03% e volumit të transaksioneve, ose me rreth 5 milion euro. Në segmentin e remitancave, studimi vlerëson se volumi i dërgesave nga vendet e zonës SEPA në vitin 2024 ishte 574.4 milion euro. Kosto e vlerësuar e transaksionit ishte rreth 2.27% e volumit të tyre, ose 13 milion euro. Në skenarin hyrjes në SEPA, pritet që kosto e remitancave të ulet në 3.8 milion euro. Kursimi i pritshëm i vlerësuar nga studimi është rreth 9.2 milion euro. Studimi është mbështetur në vlerësimin e shifrave të vitit 2024 dhe nuk merr parasysh rritjen e pritshme në volumet e tregtisë së jashtme apo të remitancave. Një fëmijë i prekur nga Fruthi po merr trajtim prej 3 ditësh në spitalin pediatrik në QSUT. Ky rast e çon në 18 totalin e numrit të infektuarve për vitin 2025. Instituti i Shëndetit Publik bën me dije se fëmia ishte i pavaksinuar. Një fëmijë 3 vjeç është identifikuar me Frut ditët e fundit, duke çuar në 18 totalin e rasteve të regjistruar në vendin tonë për gjatë vitit 2025. I mituri është shtruar në shërbimin e pediatrisë që prej datës 22 dhjetor, ditë në të cilën është paraqitur në spital me temperaturë të lartë dhe shenja të sëmundjes. Rasti i konfirmuar nga Instituti i Shëndetit Publik rezulton të jetë i pavaksinuar. Burime bëjnë me dije për Euronews Albania se fëmia jeton në Tiranë prej 1 viti, ndërsa ka lindur në Angli. Specialistët e Institutit të Shëndetit Publik pohojnë se rasti është i izoluar, ndërsa vëndtheksin tek rëndësia e vaksinimit. Zinxhiri i transmetimit ndërpritet në Shqipëri sepse kemi një mbulesë vaksinale të mirë. Do të thënë 92% e fëmijëve vaksinohen, por dozën e parë bëjnë më vonë. Ne themi 83, se 83 është i vaksinohen në kohë 1 vjeç.
Pastaj fillojnë edhe presin, edhe vaksinohen 15 muaj, 16, 17. Këtë periudhë që e shtyn, ata riskojnë. Vërtet nuk jemi një vend problematik që kemi shpërtime nga fruthi dhe nuk kemi raste shumë, por kemi. Vaksina e fruthit aplikohet në moshën 1 dhe 5 vjeç. Mos vaksinimi ka bërë që hera herës vendi ynë të ketë raste të kësaj sëmundje infektive, që mund të jetë edhe vdekje prurse, siç ndodhi në vitin 2018, ku 4 fëmijë të moshës 1 vjeç të pavaksinuar ndëruan jetë si pasojë e fruthit. Pandemia e COVID-19 shënoi rënje të mbulesës vaksinale në të gjithë Europën, por edhe në Shqipëri, gjë e cila u pasua me 24 infektime vetëm në vitin 2024. Gjatë një jave mbi 900 fëmijë janë paraqitur në urgjencën e pediatrisë Elbasan për shkak të virusit të gripit. Vetëm në 24 orë janë 120 fëmijë që kanë marrë trajtime mjekësore. Në kulmin e qarkullimit të virozave të stinës, një numër i lartë fëmijësh po paraqitet çdo ditë në urgjencën e Spitalit Pediatrik të Elbasanit. Vetëm gjatë një jave janë regjistruar rreth 900 paraqitje, ndërsa në 24 orë numri i rasteve ka kaluar 120. Mjekët theksojnë se paralelisht është rritur edhe numri i shtrimeve në spital. 2 javë në fundit është rritur shumë numri i paraqitjeve në urgjencën e pediatrisë së Elbasanit. Kalon numri 100 paraqitje në 24 orë. Bile kemi ditë që kemi 120-130 paraqitje në 24 orë. Bashkë me këto është rritur dhe numri i shtrimeve. Aktualisht sot në spitalin e Elbasanit kemi 53 fëmijë të shtruar. Fëmijët paraqiten me temperaturë shumë të lartë, rebele, rezistente ndaj antipiretikëve. Kemi fëmijë që paraqiten me të vjella, me koll, me zë të ngjyrë, me dhimbje veshi, me dhimbje fyti. Mjekët sqarojnë se përveç virusit të gripit në qarkullim janë edhe viruse të tjera respiratori që prekin fëmijët, përfshirë edhe COVID-19. Jemi në stilin e dimrit dhe patjetër që virozat qarkullojnë. Jo vetëm virusi i gripit, por kemi edhe viruse të tjera në qarkullim. Në përgjithësi për rastet pediatrike kemi virusin respirator sincial, kemi adenoviruse, krahas viruseve të gripit. Ajo që vereon tani, meqense kanë filluar dhe festat dhe dua të përfitoj, ta them këtë si këshill për prindit, siç i themi çdo ditë, duhet të evitojnë grumbullimet. Që nëse kemi raste virusesh, patjetër duhet prindi, paktën mami që ka fëmijë me gjë, të mbaj maskë, të evitoj kontaktin me fëmijë ose me të rritur që janë të smurë. Ndërsa ato që kanë fëmijë më të mëdhenj, të menaxhojnë mirë temperaturën. Përveç uljes së temperaturave, një tjetër shkaktar i kësaj situate janë festat e fundvitit, pasi vjen një fluks i madh i emigrantësh të prekur me viroza të stinës. Qeveria në detyrë e Kosovës ka prezantuar bursën e mobilitetit për studentët përfitues. Kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se përmes kësaj burse mbulohen kostot e udhëtimit për studentët. Nuk jemi duke folur vetëm për një skemë mbështetëse financiare, por edhe për një vizion më të gjerë, atë për një republikë ku arsimi është i qasshëm, i drejtë dhe i barabartë për të gjithë. Tash me bursën e mobilitetit për studentët, qeveria jonë po adreson një sfidë reale me të cilën janë përballur shumë studentë ndër vite. E kjo është kostoja e udhëtimit drejt universitetit. Kjo skemë është e bazuar në nevojën dhe dizajnuar mbi parimin e drejtësisë sociale, sepse ne besojmë që distanca gjeografike dhe gjendja ekonomike nuk do duhet të jenë pengesë për arsimin cilësor. E dim që shumë familje shpenzimet e përditshme të transportit i kanë bërë të rëndë. Prandaj edhe kjo bursë nuk është vetëm përkrahje financiare, është mesazh i qartë se shteti është në anën tuaj dhe se investimi në arsim është investim në të ardhmen e Kosovës. Përfaqësues të Kongresit Amerikan i ka dërguar letër kryeministrit në detyrë Albin Kurti, ku konfirmoi se mbështetja e Shteteve të Bashkuara për Kosovën mbetet e fortë. Mbështetja e Shteteve të Bashkuara për Kosovën mbetet e fortë dhe dy partijake në Kongresin Amerikan. Është kjo ajo që ka shkruhet në 2 letrat e kongresistëve dërguar kryeministrit në detyrë të Kosovës Albin Kurtit. Kongresisti republikan Mike Lauer tha në letrën e publikuar nga qeveria në detyrë se veprimet e fundit legjislative duke përfshirë miratimin e ligjit për autorizimin e mbrojtjes kombëtare për vitin fiskal 2026 nënvizoi përkushtimin e vazhdueshëm të Amerikës ndaj së ardhmes euroatlantike të Kosovës. Ndërsa kongresisti demokrat George Latimer shkroi në letrën e tij
se dëshiron të theksojë mbështetjen e fortë të SBA-ve për Kosovën. Përpjekje të tilla thuhet mes të tjerash në letër janë të domosdoshme për promovimin e stabilitetit afatgjat, sigurisë dhe sundimit të ligjit në mbar Ballkanin Perëndimor, që të dy referoheshin një akti për autorizimin e mbrojtjes kombëtare që u nënshkruan në ligj nga presidenti Donald Trump javën e kaluar, në të cilën Kosova dhe Serbia gjithashtu duhet të zbatojnë marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve të vendosura nga viti 2023. Komentet e kongresistëve vinë në një kohë kur marrëdhëniet mes Kosovës dhe SBA-s pësuan goditje gjatë vitit 2025, kryesisht për shkak të vendimeve të Albin Kurtit për të shtrirë sovranitetin në veriun e banuar me shumicë serbe. Këto veprime çuan në pezullimin e pafat të një dialogu të planifikuar strategjik mes dy vendeve. Dialogu strategjik është një proces që Departamenti Amerikan i Shtetit në shumicën e rasteve zhvillon me vende të ndryshme të botës, me synim avancimin e marrëdhënieve mes tyre. Moska ka shprehur gatishmërinë e saj për një marrëveshje kundër agresionit reciprok me NATO. Me këtë lëvizje Kremlini tregon se është pro normalizimit të marrëdhënieve me Perëndimin. Rusia është e gatshme të nënshkruajë një pakt kundër agresionit reciprok me NATO-n, kështu ka deklaruar zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova, e cituar nga agjencia e lajmeve TASS. Rusia është gati të formalizojë zotime të tilla në formën e një dokumenti të nënshkruar dhe juridikisht të ndërlidhur, ka thënë Zakharova. Ajo ka theksuar se korniza e akordit mund të përcaktohet gjatë negociatave, por do të duhet të përmbajë një akt juridik ndërkombëtar me të gjitha efektet. Ndërkohë në frontin ukrainas ka pasur një bisedë telefonike mes presidentit Volodymyr Zelensky dhe të dërguarve amerikan Steve Witkoff dhe Jared Kushner. Kemi diskutuar për disa detaje të rëndësishme mbi planin e administratës amerikane. Ka ide të mira që mund të kontribuojnë për një paqe afatgjat, deklaroi Zelensky. Gjithashtu Zelensky bëri të ditur se do të takojë së shpejti presidentin Donald Trump dhe se gjithçka mund të vendoset përpara fundit të vitit. Por për Moskën, deklaratat e presidentit Ukrainas ngren dyshime mbi kapacitetet e tij për të marrë vendime të përshtatshme për një rezolutë paqësore të konfliktit Ukrainas. Deklarata e zëdhënësit të Kremlinit, Dmitri Peskov, i referoi fjalimit të Zelenskit vigjiljen e Krishtlindjes, kur tha se të gjithë ukrainasit kanë një ëndër të vetme, që presidenti Putin të vdes. Bëhet fjalë për një qasje të paedukat që e bën atë të duket gjithçka, përveç se në gjendje të marrë vendime të përshtatshme përmes mjeteve politike dhe diplomatike, shtoi Peskov. Me urdhër të Donald Trump, ushtria amerikane ka kryer një seri bombardimesh në Nigeri. Në shënjestër, sipas një njoftimi të bërë nga vetë presidenti i Shteteve të Bashkuara, kanë qenë militantët e Shtetit Islamik. Donald Trump ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara kryen një sulm të plot fuqishëm dhe fatal ndaj Shtetit Islamik që vepron në veri perëndim të Nigerisë. Presidenti amerikan e cilësoi ISIS një mbeturin terroriste, duke akuzuar grupin për sulme mizore dhe vrasje ndaj të krishterëve të pafajshëm. Ushtria amerikane kreu një seri sulmesh të përsosura, deklaroi mëtej Trump, ndërkohë që komanda amerikane në Afrikë raportoi më vonë se sulmet ishin kryer në koordinim me autoritetet nigeriane në shtetin Sokoto. Edhe ministri i jashtëm nigerian Yusuf Tugar tha për BBC se kishte qenë në një operacion i përbashkët që kishte vënë në shënjestër terroristët dhe që nuk kishte lidhje me asgjë të veçantë në rajon. Pa e përmendur ISIS, ministri tha gjithashtu se operacioni kishte kohë që ishte planifikuar dhe u ekzekutua pas informacioneve të siguruara nga inteligjenca nigeriane. Ai nuk e përjashtoi mundësinë e sulmeve të tjera, duke shtuar se kjo do të varet nga vendimarrja e liderëve të dy vendeve. Ndërsa Trump përmes një postimi në rrjetin Truth Social tha se në leadershipin e tij Shtetet e Bashkuara nuk do të lejojnë që terrorizmi radikal islamik të zhvillohet. Në nëntor, Trump urdhëroi ushtrisë amerikane që të përgatitej për operacione në Nigeri për të goditur militantët islamik. Forcat speciale iraniane kanë sekuestruar një anije çistern që po kalonte në ngushticën strategjike të Ormuzit. Mjeti lundrues po transportonte rreth 4 milion litra karburant kontraband kur u lokalizua. Trupat e gardës revolucionare iraniane kanë sekuestruar një anije çistern të huaj në ngushticën e Hormuzit, duke rikthyer tensionet në rajon. Mjeti lundrues po transportonte rreth 4 milion litra karburant kontraband kur u lokalizua, bëri të ditur një zyrtar Ministrisë së Drejtësisë, i cituar nga agjencia e lajmeve IRNA. Autoritetet ndaluan 16 anëtarët e ekuipazhit, por nuk bën publike komsitë e tyre dhe as flamurin me të cilin udhëtonte anija çistern.
Irani sekuestron her pas here anije në kalimin strategjik detar në ndyshimin e kontrabandës. Në nëntor, trupat ushtarake të Republikës Islamike sekuestruan një tjetër mjet që po përshkonte ngushticën me argumentin se kishte kryer shkelje. Një pjesë e naftës që tregtohet në nivel global dhe çeriku i naftës nxjerr nga deti kaloi nga ngushtica e Hormuzit. Teherani zyrtar ka paralajmëruar vazhdimisht se do të bllokojë kalimin, ndërkohë që flota e 5 e marinës amerikane me bazë në Bahrein vijon të jetë e pranishme për të siguruar që aksi të jetë i hapur. Tensionet mes Republikës Islamike dhe Perëndimit janë përshkallëzuar në vitet e fundit. Washingtoni e akuzon Teheranin për sulme të qëllimshme të cisternave në vitet 2019 dhe 2021, që kanë vrarë edhe 2 shtetas europian. Incidentet pasuan tërheqjen e Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja bërthamore e vitit 2015 gjatë mandatit të parë të presidentit Trump. Është thyer pushimin në lindjen e mesme mes Izraelit dhe Libanit pas sulmeve të ushtrisë izraelite në bazat e Hezbollahut. Në njoftimin zyrtar thuhet se operacionet të këtij lloji do të vazhdojnë për të azhjesuar çdo kërcënim. Izraeli kreu të premte një seri sulme shajrore ndaj objektivave të Hezbollahut në Liban, përfshirë një bazë të përdorur nga njësia elite e grupit militant Radawan Force. Baza përdoret për stërvitjen e forcave operative me municione reale, por edhe për përgatitjen e sulmeve ndaj forcave izraelite dhe civilve, bëri të ditur qeveria hebraike. Izraeli goditi gjithashtu depo me municione, si dhe infrastrukturën ushtarake të organizatës militante, që sipas tij përdoreshin për të sulmuar objektiva izraelit. Mediat libaneze i raportuan sulme duke saktësuar se ato ishin të fokusuar në rajonin Hermel dhe se nuk kishin shkaktuar viktima. Forcat mbrojtëse izraelite deklaruan se aktivitetet e Hezbollahut shkelin marrëveshjen e mirëkuptimit mes Izraelit dhe Libanit dhe përbonin një kërcënim. Në njoftimin zyrtar thuhet se operacionet të këtij lloji do të vazhdojnë për të azhgjestuar çdo kërcënim. Izraeli dhe Hezbollahu ranë dakord për një armpushim në nëntor të 2024-s, pas më shumë se një vit luftimesh, që nisën pasi Lëvizja Islamike shprehu mbështetjen për simotrën palestineze të Hamasit, pas sulmit të 7 tetorit 2023 ndaj shtetit hebre. Armpushimi kërkonte të dyja palëve që të ndalonin armiqësitë me Libanin, që ishte përgjegjës për parandalimin e sulmeve nga grupet armatosura, dhe Izraelin, që duhet të ndalonte operacionet ushtarake. Gjithashtu ushtria libaneze kishte për detyrë çarmatosjen e Hezbollahut në jug të Libanit, nismë që deri tani ka dështuar, pasi grupi militant ka refuzuar të ulë armat. Do të ndalemi tani në një hapësirë publicitare.
Si me lajmet, presidenti Donald Trump e kaloi vigjiljen e Krishtlindjes duke pyetur fëmijët që e merrnin në telefon se cila dhurata prisnin me padurim. Nga ana tjetër, ai u premtoi atyre se nuk do të lejonte që një babagjysh i keq të inflirtojë në vend. Nga rezidenca e tij Mar-a-Lago në Florida, presidenti dhe zonja e parë Melania Trump morën pjesë në biseda tradicionale me të vegjëlit që telefonojnë komandën e mbrojtjes hapësinore të Amerikës së Veriut, e cila gjurmon lëvizjet e babagjyshit i njohur në gjuhën lokale si Santa Claus. Ne duam të sigurohemi që babagjyshi jetë i mirë. Ai është njëri shumë i mirë, por duhet edhe të sigurohemi që nuk është njëri i inflirtuar në vendin tonë, pra një babagjysh i keq, i tha Trumpi njërit prej fëmijëve. Pushimet e dedikuara për të lexuar, të njohura si ritritet letrare, po fitojnë për herë e më shumë popularitet. Ritritet e leximit po organizohen në destinacione të ndryshme të botës. Pushimet e dedikuara për lexim po fitojnë gjithnjë më shumë popularitet dhe janë kthyer në një nga trendet më të rëndësishme të udhëtimeve për mirëqenie këtë vit. Këto eksperienca po tërheqin veçanërisht gratë e moshës 30 deri në 50 vjeç, të cilat kërkojnë të shkëputen nga rutina e përditshme dhe t'i kushtojnë kohë vetes, larg detyrimeve familjare, punës dhe teknologjisë. Koncepti i pushimeve të leximit është i thjeshtë, por shumë i kërkuar. Një hotel apo rezidence qete rrethuar nga natyra, ambiente relaksuese, ushqimi i përgatitur dhe mbi të gjitha, kohë e mjaftueshme për të lexuar pa ndërprerje. Për shumë udhëtar, natyra, qetësia dhe librat përfaqësojnë pushimin ideal. Megjithatë, këto pushime nuk kanë të bëjnë vetëm me leximin e librave të lënë pasdore. Ato ofrojnë gjithashtu mundësinë për të njohur njerëz me interesa të ngjashme, për të diskutuar histori, ide dhe tema sociale, si dhe për të krijuar një ndjenjë komuniteti. Një element i rëndësishëm i këtyre pushimeve është edhe detoksi digital, pasi pjesëmarrësit inkurajohen të largohen nga telefonat dhe rrjetet sociale. Ky lloj pushimi po gjen veçanërisht i hënë te gratë në të 30-tat dhe të 40-tat, të cilat shpesh vendosin nevojat e të tjerëve përpara vetes. Pushimet e leximit u japin atyre një hapësirë pa gjykim, ku mund të shijojnë një hobi pa ndjenja faji dhe të ndihen të mbështetura nga një komunitet me të njëjtat interesa. Pushimet e leximit po organizohen në destinacione të ndryshme anë mban botës, nga Anglia, Franca deri në Kostarika, Havaj dhe ishujt grek. Përveç leximit, këto udhëtime përfshin edhe përvoja kulturore lokale, aktivitete në natyrë dhe takime me autor. Organizatorët kanë bërë të ditur se interesimi për pushimet e leximit pritet të vazhdojë të rritet edhe në vitin 2026, duke e konsoliduar leximin jo vetëm si një hobi personale, por edhe si një formë të re të udhëtimit për mirëqenie dhe arratisjen nga ritmi i shpejtë i jetës moderne. Dirigjenti i njohur nga Kosova, Trimor Dhomi, është gjetur në skenën e teatrit të Korçës për të 14 vit me radhë e ka sjellë këngë të njohura në të gjitha trevat shqipfolse. Për të 14 vit radhas, i dirigjenti i njohur nga Kosova, Trimor Dhomi, i ka dhuruar ardashësve korçar një koncert a kapela, duke sjellë këngë të njohura jo vetëm nga qyteti i Serenatave, por edhe nga treva të tjera shqipfolse. Edhe kësaj here, Dhomi ja ka dalë të ndërtojë një kor a kapela me shumë zëra të harmonizuar në mënyrë të shkëlqyer, pavarësisht faktit se një pjesë e madhe e këngëtarëve ishin amator. Performanca u prit me mjaft duartrokitje nga publiku, duke konfirmuar nivelin artistik dhe pasionin që përcillet në çdo interpretim. Me vullnetin e tyre, me durimin mas pari, po ja dalim çdo edicion me partitura më të vështira e më të vështira. Po kushdo që i krijon partitura profesioniste të tilla, të këngëve popullore, po me një qasje të muzikës serioze klasike, kur i afron afër shpirtit, afër zemrës, është më lehtë mandej të ndëgjosh edhe zërin e dytë, tretë dhe të katërt. Drejtoresha e teatrit Andon Zago Çajupi në Korçë, Zamira Kita, u shpreh se aktivitetet kulturore do të vijojnë edhe në ditët në vazhdim, pasi Korça tashmë është ndërruar në qytetin e festave. Sot ishte ardha e Korçës, kemi fituar një kor a kapel shumë të mirë, por do të vazhdojmë me korin e të rinjve, korin Lira deri Kombit që do të jetë në datën 30, një nga kryeveprat që ne mezi po e presim, një muzikal Katedralia, dëshira e parë që ne tentojmë të bëjmë një muzikal në këtë skenë dhe shpresoj që do
ditë një gjë e bukur. Kanë ardhur edhe emigrantët, janë rikthyer në fundjava, në ditë festash. Pra Korça ka qenë plot dhe ajo që më ka bërë përshtypje është që kanë ndjekur edhe shfaqjet tona. Gjatë muajit dhjetor në Korçë janë organizuar një sër koncertesh dhe aktivitetesh festive në pazarin e vjetër, në pedonale dhe në ambientet e teatrit, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë festive për qytetarët dhe vizitorët. Qyteti i Elbasanit ka ndërruar 20 personalitetet e sportit në një mbrëmje gala, një ndër figurat që u ndërrua ishte edhe Enver Ibërshimi, legjenda e futbollit elbasanas dhe shqiptar. Në një mbrëmje soleme, emocionesh dhe kënaqërie qytetare, Elbasani përjetoi një tjetër natë të veçantë që tashmë është kthyer në traditë. Drejtoria e Sporteve dhe Kulturës pranë Bashkisë së Elbasanit organizoi mbrëmje gala të ndarjes së pllakatave të mirënjohjes për 20 personalitete të sportit elbasanas, figura që kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë sportive të qytetit dhe më gjërë. Kjo ceremoni nuk ishte thjesht një akt formal dekorimi, por një moment reflektimi dhe falënderimi për brezet të tërë sportistësh, trajnerët dhe kontribuesit që me passion, sakrificë dhe përkushtim kanë ngritur emrin e Elbasanit në arena lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare. Më e madhe gjithçka se mirënjohja e qytetit tonë për ne është për mua kulmi. Kështu që i falenderoj të gjithë Elbasanit që kanë ndjekur ndeshjet tona në vite me radhë. Në bëhet qefi që neve veteranët shohim brezin e vjetër edhe kështu dua çdo vit që të kujtohen e gjithë ky brez. Kulmi emocional i mbrëmjes ishte padyshim dekorimi i Enver Ibërshimit, legjendës së gjallë të futbollit elbasanas dhe shqiptar. Emri i tij është gdhendur në histori, një figurë simbole për kushtimin, talentit dhe besnikërisë ndaj fanellës. Do Zoti më madh që të takoheshin një herë të gjithë të manifestuesve. Kreu i Koksh, Fidel Ylli, vlerësoi infrastrukturën dhe punën që po bëhet për sportin në këtë qytet, duke propozuar që Elbasani të bëhet qyteti evropian i sportit për vitin 2027. Bashkërisht ju propozoj sot në këtë sallë, siç kemi bërë Tiranën kryeqytet evropian i sportit, siç kemi bërë Vlorën qytet evropian, siç bëm Shkodrën, këtë vit ishim në Bruksel dhe ka marrë Korça qyteti evropian i sportit për vitin 2026. Ju them që bashkërisht ne në 2027 duhet që Elbasanit i japim titullin qyteti evropian i sportit. Peshngritja dhe ping-pongu pritet të organizojnë evente ndërkombëtare në Elbasan gjatë vitit të ardhshëm. Federata Shqiptare e Peshngritjes do ta kthejë Elbasanin kryeqytetin e Shqipërisë për sportet në 2026, mbasi nga 2 gushti deri 12 gusht do zhvillohet kampionati evropian i të rinjve në qytetin e Elbasanit dhe Elbasani do ndjehet dhe janë sigur që sportistat e rinj nga gjithë Europa do ndjehen si në shtëpinë e tyre. Mbrëmja gala u mbyll me emocionesh, fotografish përkujtimore dhe premtime se kjo traditë do të vijojë edhe në vitet në vijim, duke mos lënë në arres ata që i dhanë Elbasanit krenari dhe identitet përmes sportit. Denis Omedi është shembulli se si ëndrat nuk duhen lënë kurrë në sirtar, por duhet punuar fort për t'i bërë realitet. 31 vjeçari është me profesion gardian burgu, por gjithashtu luan futboll madje, duke u grumbulluar nga kombëtarja e Ugandës, me të cilën shënoi gol në Kupën e Afrikës. Sporti është jo vetëm një profesion apo mënyrë jetese, por Juventusi dëshiron të transferojë mes fushorin italian Sandro Tonali, zonja e vjetër, i ka ofruar klubit britanik sulmuesin David dhe një shumë parash.
Ishte gjithçka për këtë edicion, bashkë ndajemi këtu, mirupafshim.